Ndërveprim dhe marrëdhënie në njohjen dhe transmetimin e përbashkët kulturore artistik, Vlora dhe Gjirokastra me koncerte dhe panaire që organizohen ndërsjelltas mes tyre. Në qendrën historike të Vlorës, pranë monumentit të Sahatit, u organizua një panair mes 10 artizanëve, kulinarëve dhe artistëve gjirokastrit, një kulturë që udhëton, njeh traditat e hershme të jetës e u sollën me ilustrime, ndërsa u shpjeguan gjithashtu mënyra e gatimit të kuzhinës tradicionale. Këngë, valle, kostume, histori e treguar dhe interpretuar ishin disa nga momentet që argëtuan publikun lojat në këtë mbrëmje dhjetori. Nga Vlora në Gjirokastër e nga Gjirokastra në Vlorë, rëndësia e të njohurit të kulturës, aktivitet që synon shtrirje më të gjerë ndërqytetase, me synim më shumë se sa argëtimin, ruajtjen e traditës. Kafja, produkti i përditshëm, si vinte dikur në tryezën e familjeve. Në fshatin e prindërve të mi, nuk kam pasur shkretët kishin kebab, e pisin kafe në tigan. E rëndësishme është mënyra se si e bluanin. E veçanta e këtij procesi është se nuk mund ta përgatisim kafen tani dhe ta shtypim më vonë. Shërim është. Shërim. Po të betojnë shumë. Pa quratë më di. Kështu të shërbem që nuk se të djeme. Guri është më shumë se 160 vjetë. Po. Mimoza Duka, ndër 10 gatime, reçelra e turshis, shpjegon realizimin e simbolit të gatimit gjirokastrit, qifqis. Në ratë të parë kënaqësi që ne ndodhemi në qytetin e bukur të Vlorës. Ne kemi ardhur me ditën e Gjirokastrës në Vlorë. Unë përfaqësoj kulinarin gjirokastrite, që është kaq e paarritshme dhe turistët mbetet të mahnitur. Unë kam prur qifqin gjirokastrite, o ta bëj live tani si që bëhet, byrekun, që në Gjirokastrë është tradicional, suden që është e zonës së Lunxhërisë dhe qofte të ndryshme. Dhe këtu gjetëm mikroçi të papar. Dhiozën, ose menegjik si i thot zonë e Vlorës. Kjo është një karakteristike. Hedhim piper të zi. Piper të zi. Hedhim pak krip. Pak krip. Kravez. Me thënë, në kjo se bën 1 kg oriz, do 12 ko kravez ose 13, se veza është që e lidh. Unë këtu kam më pak se gjysmë kile, do hedh 4 kokra ose 5 kokra, se veza e lidh gjithmonë. Dhe kjo e veçanta e kësaj është se ka tigani është 200 vjeçar. Dhe Gjirokastra po e ruan me fanatizëm, se katra që kemi të papar Gjirokastra. Ekspozita me piktura nga 15 artistë, parë nga këndet të ndryshme i Gjirokastrën, ishte një tjetër ndalesë e publikut. E s'mund të mungoj kënga dhe vallja labe, që ngro ajrin e zemrat. Për një prej organizatorëve, qëllimi është përcjellja kulturore mes njëri tjetrit. Sot ditë Gjirokastra dhe në bashkëpunim me ditë Vlorë, me mbështetjen financiare të Fondit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, organizojnë natën Gjirokastrit në Vlorë. Në këtë natë ne kemi sjell disa eksperienca që përjetohen vetëm në qytetin e Gurt të Gjirokastrës, siç është eksperienca e kafes së Gurit, përgatitja dhe shpjegimi se si bëhen qifqit, gjithashtu dhe një koleksion pikturash nga një koleksionist, zoti Stefan Arseni. Gjithashtu për të mbyllur mbrëmjen kemi organizuar dhe një performancë artistike me valltar dhe grupe polifonike të qarkut të Gjirokastrës. Po, ndjehemi shumë të mirë pritur në fakt në Vlorë. E publiku ndau pa ashtu përjetimet e të prekurit mes këtyre aktiviteteve të shkuarën. Ju urojmë mirëseardhjen dhe t'i kalojmë festat gëzuar të gjithë bashkë. Gjirokastër, Vlorë një jemi, edhe gjithë Shqipëria, gjithë shqiptarët paçin vesh të mira, se veç vojtje kanë pasur. Kështu që festat të gëzuara dhe në çdo cep Vlora po gumzhin. Më bëhet qejfi që ka marrë këtë iniciativë si vjet. Ka marrë faqe festash. Spari do të falenderoj Atidin e Vlorës, që jo vetëm këtë herë, po gjithmonë bën kujdes për t'i shtuar jetës kulturore e artistike të Vlorës, imazhe, performancat ndryshme dhe sot ka ardhur Gjirokastra.
Gjirokastra që është e shquar për këngët tradicionale, po sidomos kur vjen një asambël shumë i njohur siç është ai Lunxhëris. Kështu që këto janë gjetje për mua, janë mënyra për të dhënë, për të marrë për diversitete kulturore. Do të ishte mirë që kjo praktik apo ky model të zhvillohet edhe më tutje, edhe pse jo nga Bashkia e Vlorës, nga grupe ndryshme. Në Vlorë të sheshi Sahatit, na erdhi ora e fatit, na erdhën Gjirokastrit, ndaj dhe Vlora lëshon dritë. Atëherë, unë jam në klasën e 6 të shkollës Ismail Qemali. Ke ardhur këtu sot përse? Atëherë, jam lidhur tek ky sheshi pasi e adhuroj kulturën e Shqipërisë, sidomos atë Gjirokastrite. Më pëlqen shumë kërcimi, ushqimi, këngët normale tradicionale dhe po e shijoj këtë aktivitet pa mas. Vlora është kthyer këtë ditë të fundit të dhjetorit në një skend të madhe, teksa në zona të ndryshme çdo mbrëmje zhvillohen aktivitete të shumta artistike.